Tregon Ka'b ibn Malik, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, një ditë prej ditëve i pata dhënë borxh një shoku tjetër, i cili ka qenë Ibn Abi Hadrat. Ibn Abi Hadrat. Thot, edhe ishmi në xhami, edhe u hasmurun për borxhin. I ka thonë ky Ka'bi, ktha ma borxhin. Si kam, shumë andej këndej. Thot, derisa i ngritëm zanat në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, dhe e qeli derën perdën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha, o Ka'b. Nëse Ka'bi ka në transmetime se Ka'bi ka qenë prej sahabeve më të ngritur. Apo, dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam, nëse e ka pa hasmin me një hasm tjetër, dhe njëri prej tyre ka qenë më i ngritur, më i meqëm, më i urtë, ka ba me isharet ka aj që të shloje pejaj, që të toleron për hakin e vetë, që ta kryje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më let hasmërien. Andaj e ka qelë perdën alaihi salatu wassalam, nëse e dini se ka pos në gjitë shpijen. Edhe i ka thonë, o Ka'b. Edhe i ka thonë, Ka'bi, lebejk e ja Rasulullah. Të përgjigjem, lebejk, kush ka shku në haqë e din. Apo thuhet, lebejk Allahumme lebejk. Që të më thonë lebejk, të përgjigja në thirje. Andaj e kanë pas arab tradit, pra lebejk sikur të nështrova komplet. Ka thonë lebejk e ja Rasulullah, Ka'bi, të përgjigja ja Rasulullah. Ka thonë, da min dejnike hadha. I ka thonë alaihi salatu wassalam, ka thonë edhe i ka bo me isharet. I ka bo me isharet, leje këtë borgjin gjimësën, shloja gjimësën. Po Ka'bi ka thonë borgjin njerit. Ka thonë gjami, po lipën, bema, koha ka ardhë e kështu me ratë. Për mësa me ka po, Ka'bi është ma i lartë. Ka thonë o Ka'b, leje pak këtë borgjë, edhe i ka bo me isharet gjimësën. Gjysmën e borgjit tanë, leje. Atëri ka thonë, laqad fa'altu ya Rasulullah. U kry, gjysmën e këtë faltë. Atëri ka drejtue Ibni Ebi Hadredit, edhe i ka thonë, kum faqdihi. E tash këti tjetër i ka thonë, këtha e ti gjysmën tjetër. Kështu e ka gjiku pejgamberi s.a.s. Një nga kundërshti dhe asmëritës të ka ndodhë në xhami. Në këtë hadith ka një grumbull të mësimeve, në senalmi, ka një grumbull dhe, por se nuk kemi mundësi me i përmen të gjitha. Cila është prej mësimeve të para? Kanë thanë se njeriu, me gjithë se sahabja Ka'b ibn Malik është sahabi ngritur, sahab me nam. Edhe këtë tjetëri sahabe, po ky njani me nam të madh, njani me ma pak. Kanë thënë dietar, njeri hasmërohet për parët e veta. Edhe haron që në xhami bile. Se parja të gjua arabëve na i thojna mall. Gjuna arabëve është mel, me l. Apo na i thojna mall i jot. E çka do të thonë mall në gjuhën arabe? Anim. Të le shtremt malli. Qështu ti, të këshirë mallin tanë, mbetet shtremt. Apo e kanë dhënë dietarët, këtu a ka çortim për Ka'bin që i ka çu zonë ndërsa ka nipë nga Mesram? Jo, pse? Është normale njeri me lip hakin e vet. Haki jam është për këtë arsye ka zbrit Allahu ligj, çish me drejtu parën, se parja ç'është e madhe. Por një dinar njeri ban bela. Andaj kanë thënë natyrshmëria e dashnisë ndaj pasurisë. Është e natyrshme. Njëri më thon, pse valla çon shumë pluhun për parët? E tua. O të mijat janë. Ja, kur janë të mijat, andaj kam drejt me çuplun me hak. E para, e dyta, kanë thënë pejgamberi s.a.s. e ka përdor isharetin me njerëz të mëshëm. E që shumë mungon të neve vëllezër. Çfarë do të thonë isharetin? Thot transmetuesi fa ashara fa awma ilay, i ka bën me isharet gjismën, leja. Edhe kjo është vlera e Ka'bit që minjare ka kuptuar. Apo, për shembull ti e çaj dikush ka konflikt, apo s'u janë të marrë vesh. Dhe ti i ban me isharet, ai s'kupton. E muslimani vëllezër do të më kuptoj me isharet. Andaj kanë dhënë dietarët, janë pajtuar se në Kur'an ka isharete. Në Kur'an vëllezër vijnë disa tekste që janë bëje, mos e bëj. Ja pe çekaç, bën e çekaç. Për shembull, fali 5 vakt. Kjo s'ka këtu ambani isharet, jo s'ka bëj isharet, ka kallu 5 vakt i kije. E çka është me isharet? Me isharet, cila është? Me ishareta kur Allahu xhelel xhelalu don ti me bani diçka, po s'don me ta bë farz. Apo don me bëtini diçka, por nuk ta ban farz. Jep isharet. Çish është ishareti? Thot Allahu xhelel ala duke nxit konfliktin me e shujt mes burrit dhe gruajt, çka thot? Apo
wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatu an-nikah fa'fu wasfahu. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, e nëse i bani talak gratë pa i prek ato, aja o keni dhanë një qajin, atë mehrin, apo atër thot Allahu xhelle wala, edhe e ke dhanë mehrin, tash e ke shluhe, pa e prek, thot Allahu xhelle wala, që do të me bëhe? Thot me ja dhanë gjysmën, apo mirë po, mirë është me shlu pe. I thot grujës, mira mës me morë të këta, së t'ka mora i buri, është tamam, ta ka bo merin, po sini pajtu, sini martu, as se ke pa, as sini prek, largoju. Tha Allahu xhelalu ala, wala tansaw al-fadla bainakum. Mos haroni se është mirë njëri me bo mirë. Mos haro se je musliman. Apo njëri për shembull i thuti, "Qyre, hak e ki qëta?" Po hak është edhe me e shlua, që do të vim të një njëri i cili ka vrar njëri. Dhe pejgamberi me kanë nxit me fal, njërin me e fal, sallallahu alaihi wasallam. Andaj ishareti është shumë rëndësi. Ishareti është shumë rëndësi. Pse disa gjëra kuptohen me isharet. E Ka'bi minjare ka kuptuar. Ka thonë leje gjysmën. Apo edhe pasaj pejgamberi ka thonë krye pjesën tjetër. Pra ta shlyje borxhin se ta lirova. Që nëse njëri ka pas 500 euro borxh, edhe vin te një dietar apo te ai që ka gjikohen me libër Zoti xhelel xhelal. Edhe ja zbrit 250. Tash hak e ka ai mi kthi 250. 250 ja ka largu. Kjo ka qenë prej trajtimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gjykimin mes të atyre që janë hasmëruar në mes vetë.